Një moment i papritur ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, duke ngjallur mjaft, dyshja e njohur, Gjesti dhe Egli, janë kapur duke shkëmbyer puthje të gjata dhe pasionante në dhomën e gjumit. Egli, pasi kishte kaluar një kohë në dhomën e gjumit, teksa po dilte, Gjesti hyri në dhomë. Ajo që ndodhi pas kësaj ishte diçka që askush nuk e kishte pritur. Dyshja filloi të shkëmbej puthje të nxehta dhe të pasionuara. Duke qëndruar të ngjitur në njëri tjetrin, puthjet ishin të gjata dhe të thella, dhe ndonjëherë ato shoqëroheshin edhe me kafshime të lehta, të cilat i bënin ata të qeshnin. Në disa raste, tingujt e rënkimeve të Gjestit u dëgjuan qartë. Duke shtuar edhe më shumë intensitetin e momentit, të dy shfaqnin një harmoni të veçantë ndërmjet tyre, dhe puthjet e tyre dukeshin si një shenjë e një marrëdhënieje që kishte kaluar më shumë se vetëm miqësi. Fansat që po i ndiqnin nga jashtë shtëpisë u habitën nga ky moment intim dhe të pasigurt, dhe reagimet në rrjetet sociale shpërthyen me pyetje dhe spekulime për marrëdhënien e dyshes. Ky akt i befasishëm ka ngritur edhe më shumë atmosferën dhe dinamikën në shtëpi, duke e bërë gjithçka edhe më interesante. Ndërsa finalja e Big Brother VIP Albania 4 po afron me shpejtësi, pas një sezoni plot emocione, debate të forta dhe momente surprizë. Nesër do të mësohet se kush do të dalë si fitues i këtij edicioni të paharrueshëm.